Laço dive respektune di kavne e misjake gjivdipe tumenca. Avdivjane arami e misjako gjivdipe tumenca, u ladam ka te terterina jek mahatni tema koja sito vasho puqipe e ternengo ani gjakovaci komuna. Carga gjana o deshushovto novembri sito lumjako dive toleranciako. Nume ani gjakovaci komuna a kana duj bërsha sito krerimini e grupa koja sito ternengi grupa vash o aktivizmi, kolengo resipe sito kaj te aqhave no anglokrisja ko harucine komunitetja, numajte denjek baro piko doipe vash o laço integripe ano Kosovako amalipe. Numai se soske va kerdi lobut janë ka va projekti ta sao resipe akale projektesko ani saiko sa fokusea ani Gjakovaci komuna, amena vdive ka va kera musafirenca ano studio. Numai po shërd mangav kaj po anave misjako gjivdipe tumenca ta misjako televiziasko Syrivizion, te bakta kera vsa e dizonen vasho dive toleranciako. E pakjavipea kaj sa amendar te ava maj budëri fokusime kaj te ava tolerantja taj te ava jekhutne e javërëne komunitetjenca. Vashi tema e aktivizpesko va e projektesko The Future We Want li para ko shërt kaja teve debata sito anerami projektesko The Future We Want duj, projektiko va implementisajli kotari rig e fondaciesko forum ZFD kotari Prishtina, tani Gjakovaci komuna implementisajli ano partneriteti va i ledipe e organizaciasa Roma in Action. Avdivjano studios jamen kardi Irajna Dea Gaja, koja sito gjeni e grupako, Leotre Myrta, kova sito koordinatori e grupako e kalje projektesko, taj orami Orim Fazlia, kova sito reprezenti kotari direktoria vash kultura tërna taj tërne taj sportja, numaj e fokusea ku sektori e tërnengo, numaj ka vakera vi vash o pigodoipe, kaj dingja ka va instituci vash akala aktivitetja kaj realizajli ani Gjakovaci komuna. Numai vash o sebepi kaj o musafira na penjare në taj vakereni romanicib, amina kaja debata ka pirava pe albajonicib, ta ano agor ka kera e tekni rëzimea se so vakerdolo e musafirenca ano studio. Të dashur shikues të emisionit Gjivdipe tumenca, po takohemi përsëri me emisionin ton me të cilën si tematik trajtojmë gjendjen e komuniteteve Roma shkali egjiptian në komunën ton të Gjakovës. Sot në kuadër të emisionit ton të radhës i kemi dedikuar konkretisht fuqizimit të rinis, me qenë se sot ne shënojmë dhe 16 jantorin ditën ndërkombëtare të tolerancës dhe në komunën ton të Gjakovës për 2 vite me radhë ka pas aktivitetet të ndryshme të cilat janë realizuar si pjesë e programit The Future We Want, program ky që është zbatuar nga ana e fondacionit Forum ZFD nga Prishtina në partneritet me komunën e Gjakovës me organizatën Roma in Action. Mirë po për diskutuar më shumë se çfarë aktivitete dhe cili ka qenë qëllimi i këtij programi në komunën tonë të Gjakovës, unë sot në studio kam zotriun Leotre Myrta që është koordinatori i grupit lokal të paqes në komunën e Gjakovës, Dea Gaja si pjesë e këtij grupi nga komuna jonë e Gjakovës dhe zotriun Orim Fazlia, shefi sektorit të rinis pranë drejtorisë komunale për kulturë, rini dhe sport, institucion kë që vazhdimisht ka mbështet këtë grup me mbështetjen institucionale. Përshëndetje dhe faleminderit shumë që gjetët kohë që t'jeni sot pjesë e emisionit tonë. Përshëndetje. Atëherë Leotrem, po fillojna me ju. Cili ka qenë fokusi i aktiviteteve dhe çka konkretisht ka trajtuar programi The Future We Want në komunën tonë të Gjakovës? Okej, pra programi domethënë Future We Want ka për synim të promovoj shkëmbimin ndërkulturor për të sfiduar stereotipet, paragjykimet dhe gjithashtu të ndërtoj një të ardhme më të mirë me anë të kapaciteteve rinore dhe veprimeve lokale të avokimit. Okay. Po, do të thonë në kuadër të këtij programi ju keni zbatuar dhe aktivitetet të ndryshme që qëllim kishin pikërisht të luftojnë apo të punojnë në arritjen e këtij rezultati të përgjithshëm apo këtij qëllimi. Cili kanë qenë ato aktivitetet kryesore që janë organizuar nga grupi juaj në komunën tonë të Gjakovës? Ne si grup nga komuna e Gjakovës kemi pasur shumë takime online edhe ashtu direkte, ku për qëllim kishim rinin se me anë të aktiviteteve ose lojrave të ndryshme të luftojmë stereotimet dhe paragjykimet
mes komuniteteve dhe mazhërancës, kështu që ne kemi bërë dhe një ulumtim mbi fenomenin e diskriminimit dhe paragjykimeve në komunën e Gjakovës. Këtë ulumtim e kemi paraqitur në ditën e diversitetit kulturor që mbahet me datën 21 maj, që ka qenë më herët. Po ashtu tjetër aktivitet ton, të cilin ka qenë edhe një moral, e cilin e kemi realizuar në komunën e Gjakovës, në qendër të komunës e Gjakovës, ku më anë të këtij aktiviteti kemi menduar se ne si rini dhe si aktivist të paqes të reflektojmë tek tjerët për paqe, të mos paragjykojmë dhe mos të bëjmë stereotipe ndaj të tjerëve. Atëherë, një nga aktivitetet mjaft më rëndësi ka qenë edhe hulumtimi që është përmend nga Leotrimi pak më herët. Dea, çka konkretisht ka trajtuar hulumtimi dhe cilat janë ndoshta të dalurat e këtij hulumtimi, të cilën është realizuar nga ana e projektit juaj? Po, emra si që përmendi ma herët Leotrimi, ne kemi bo një hulumtim si teme ka pas diskriminimi dhe paragjykimi. Ky survey apo hulumtim është bërë në online si pasojë e pandemisë, ku ka trajtuar këtë temë. Ka pasur shumë pyetje të natyrave të ndryshme dhe kemi pas rreth 51 persona të cilët e kanë plotësuar këtë hulumtim. Ato kanë qenë me pjesëmarrje të ndryshme, qoftë nga mosha, qoftë nga gjinia. Një ndër pyetjet ka qenë çfarë mendoni a ka diskriminim në shkolla, ku 72% të anketuarve kanë thënë që po ka diskriminim, 16% për tyre kanë thënë që jo nuk ka, ndërsa 12% për tyre janë përgjigjur me opsionin jo nuk e di. Një pyetje tjetër, e cila vlen të ceket, është cilat nga këto grupe diskriminohen më së shumti në komunën e Gjakovës. Ne në opsione kemi cekur disa grupe të marginalizuara, kur grupet të komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian janë të parët që mendojnë anketuesit që janë të diskriminuar në komunën e Gjakovës. Më pas janë edhe grupet tjera, si që janë grupet me personat me aftësi të kufizuara, dhe më pas kemi edhe komunitetin LGBT. Ato grupet të cilat janë më pak të diskriminuara në komunën e Gjakovës, si pas tyre janë grupet të moshave 15 deri në 25 vjeç. Një pyetje të radhës e kemi pasur a kanë qenë ata ndonjëherë të diskriminuar, ku kemi hasur që 51% të anketuarve kanë qenë të paktën një herë në jetë të diskriminuar, dhe kur kemi parashtruar edhe një pyetje tjetër që në qoftë se po atëre a kemi raportuar atë diskriminim në institucionet përkatëse, janë përgjigjur rreth 34.1% që nuk e kanë raportuar fare tek as institucionet, por as tek prindërt apo shoqëria. Këtë fenomen e kemi shënjëzuar më të madhe në grupin tonë dhe jemi munduar që gjatë gjithë aktivitetit të paraqesim avokim se si mi paraqit tek institucionet adekuate këtë dukuri. Dhe të dalarat e hulumtimit a janë paraqit, a janë diskutuar, janë prezantuar me institucionet? Ne kemi marrë një takim online në ditën e diversitetit 21 maj, ku me panel kemi pas aktivistë të paqes të komuniteteve të ndryshme, ku kemi prezantuar këtë hulumtim. Si është prit ndoshta hulumtimi nga pikërisht këto aktivistë të cilën kanë qenë pjesë e panelit, cila ka qenë mbështetja e tyre në lidhje me këtë hulumtim? Gjatë gjithë kohës janë dakurdu me këtë hulumtim dhe janë pajtu që për një matë të dhënat e paraqesin gjendjen aktualet në komunën tonë për çështjen e diskriminimit dhe paragjykimit, dhe prandaj në fund i kemi nxjerrë disa rekomandime dhe të dhëna. Me rekomandimet dhe të dhëna do të kthehemi pak më vonë, mirë po urim ndër vite jeni duke fokusuar në fuqizimin e rinisë në komunën e Gjakovës, përveç që jeni si udhëheqës i sektorit të rinisë, ju jeni edhe pjesë si zyrtar për të drejtat e fëmijëve pranë komunës së Gjakovës. I dëgjuam disa nga rezultatet të dalura nga një hulumtim. Çka konkretisht është duke punuar komuna e Gjakovës dhe konkretisht ju si sektor në lidhje me luftu këtë fenomenin e paragjykimit dhe diskriminimit? Përsa i përket këtij fenomeni, si që një ndjeni dhe ju emra, do të thotë
paraprakisht një historik të shkurtër, do të thotë në komunën e Gjakovës ekziston Këshilli i Veprimit Rinor Lokal, i cili është një institucion i cili është një lloj ombrelle, i cili përfshin të gjitha organizatat jo qeveritare rinore, do të thotë brenda këtij institucioni. Ne me këtyre paragjykimeve apo këtyre diskriminimeve, ne si komunë, do të thotë bashkërisht me gjitha këto organizatat, domethënë kemi përcaktuar në atë formë sistemin e punës që spaku një pozicion brenda bordit menaxhues këtij institucioni do të jetë prej një organizate që vjen nga komunitetet, po ashtu edhe një organizatë tjetër do të thotë futet në garë që zakonisht mund ndodh që brenda një institucioni prej 9 anëtarëve të ketë 2 përfaqësues të cilët vijnë prej këtij komuniteti, prej këtyre komunitete. Pra, pak a shumë me këtë forma ne jemi munduar që ta balancojmë atë nivelin do të thotë shoqëror të rive në komunën e Gjakovës, edhe besoj që deri më sot ne kemi arrit një sukses goxha të mirë në këtë drejtim që mi ul këto paragjykime, domethënë mes të rive të komuniteteve dhe të jemi bashkë si një shoqëri e vetme. Ndoshta si një mekanizëm që pikërisht i atakon këto rezultate dhe fokusin e realizimit të këtyre rezultateve është edhe Asamblea Komunale e Fëmijëve. Si po vepron apo çfarë është po punuar momentalisht Asamblea e Fëmijëve dhe si po ecën aktivitetet e kësaj asambleje? Asamblea e Fëmijëve do të thotë është themeluar diku është reaktivizuar kryesia e re, pasi që mandati i ka kaluar më herët edhe diku në nëndor të vitit kaluar, ne kemi konstituuar asamblenë e re me organet e reja, me kryetarin e re, por që fatkeqësisht ndodhi pandemia, do të thotë edhe çdo gjë ra, kështu që ka kohë pas kohë kanë punu do të thotë takimet online, domethënë kanë bashkë bisedu me bashkëmoshatarët, me asambleistat e tyre në për komunën atyre. Po ashtu do të thotë diku në muajin maj kanë pasur edhe një takim online me kryetarin e komunës për çështjen domethënë drejtave të fëmijëve, por do të thotë thamë pandemia është kjo që ka pru nivelin deri këtu. Do të thotë nuk ke mundësi më tepër me vepru apo me punu përpos do të thotë formave që tash janë të përcaktuara siç është kryesisht forma online. Por prapse domethënë kanë qenë trend, do të thotë kanë marrë mendimet e fëmijëve. Pra, po mundon të jenë aktiv kryesisht në sistemin online, por që do të thotë nuk kanë arritë ta japin 100% në tyre për shkak se nëndorin zgjedh kurse diku në mars do thotë siç dim do thotë ndodhi pandemia dhe çdo gjë do thotë ra intensiteti i punës në çdo sferë. Faleminderit Orim, Lau më herët përmende muralin, të cilën është realizuar si pjesë e këtij projekti. Pse konkretisht keni vendosur që titulli i muralit të jetë Wish for Peace apo dëshira për paqe? Me anë këtij murali, mendojmë që ne si grup të aktivistë të paqes që jemi, mendojmë që ne duhet të përçojmë një mesazh tek të tjerët, sidomos tek në komunën e Gjakovës, për shkak që e dim që niveli i diskriminimit dhe i paragjykimeve dhe stereotipeve është shumë i madh. Ne mendojmë që me anë të këtij muralit, domethënë ta çojmë një mesazh për një paqe që të ketë domethënë një si ta them diçka që të gjithë janë të barabartë në çdo sferë të jetës dhe të jenë të drejtë, të barabartë. Dhe ideja me qenë se ne sot po e shënojmë dhe 16 nëntorin ditën e tolerancës, sa mendon që si popull jemi tolerant dhe sa e shfrytëzojmë apo punojmë në promovimin e tolerancës në shtetin tonë? Po, pyetje shumë e mirë, tash të varet shumë nga tema. Ne jemi tolerant ndoshta ndaj tjerët, por nuk jemi tolerant ndaj vetvetes. Nuk jemi tolerant ndaj diskriminimeve që i shohim ndoshta që na bëhet vetes, po ndaj tjerëve i tolerojmë. Edhe prandaj po mendoj që duhem mu aktivizu që me bëu thirrje për tolerancë ndaj vetvetes, që domethënë mi paraqit kur dikush të diskriminon, ta paraqetësh e jo vetëm mu zbej edhe milona ashtu. Dhe sa punojmë ne si shoqëri, sa mendon që punojmë si shoqëri që me promovu tolerancën në komunën tonë të Gjakovës, me qenë se jemi fokus në Gjakovë? Po mendoj që në komunë apet arrihet, si pasojë shumë organizatave të cilat janë aktive dhe më vullnetarët e tyre, dhe mendoj që Gjakova përsëri është në nivel më të lartë se komuna tjera. Mirë po apet mendoj që përballë shteteve tjera evropiane jemi pak më dobët. Lau, keni punu edhe me shkolla dhe me institucione edhe me popullsinë të anësi.
Qysh është prit projekti The Future We Want në komunën tonë të Gjakovës? Me qenë se ju keni qenë pjesë edhe The Future We Want nishi që është zbatuar para disa vite më herët, si rezultati ati ka orë edhe pjesa e dytë e programit. Si është prit ky program në komunën e Gjakovës? Si që se ka dhe më herë, domethënë programi Future We Want ka të bëjë sidomos domethënë me pjesën e diskriminimit dhe stereotipeve. Kështu që në pjesën e parë të Future We Want, domethënë, ne si shoqëri aktiviste të paqes jemi pritur si shumë kemi qenë shumë ikpritës dhe na kanë pritur shumë mirë, domethënë rinia kanë dashur të ketë kësi lloj aktivitetesh që me anë të këtyre aktiviteteve ta luftojmë domethënë diskriminimin, të luftojmë stereotipet, të luftojmë edhe paragjykimet. Po më intereson mendimi yt pikërisht ngjajshëm si me ideën, sa mendon që jemi popull tolerant dhe sa punojmë na me promovu tolerancën në komunën e Gjakovës? Po, siç e theki edhe ideja më herët, ne së pari duhet të jemi më tolerant ndaj vetvetes tonë dhe pastaj të luftojmë për tolerancën ndaj të tjerëve. Orem, ky program ka kontribu, nëse mundi me thonë, edhe në zbatimin e planit lokal të veprimit për rini, që është tashmë në zbatim me sipër në komunën tonë të Gjakovës. Si po hecë zbatimi këtij dokumenti dhe sa është zbatu, nëse mundemi me thonë, sa ka raportim mbi zbatueshmërinë e këtij dokumenti? Siç dihet, do të thotë plani i veprimit është aktual, domethënë që ka qenë i aprovuar në 2018-2020. Realisht, o dashje këtë vit ky plan të aprovohet për 4 vite të ardhshme, por siç ndodh domethënë në gjithë globin, pandemia do thotë na ka pamundsu shumë gjëra me i bërë. Në këtë rast është edhe aprovimi apo si të them rishqyrtimi i planit aktual edhe hartimi i draft planit të ri, i cili do duhet kalonte do të thotë në institucionet komunale dhe në fund në asamblet për aprovim. Por mendoj që një pjesë e mirë, mbi 50% e këtij plani është realizuar. Edhe më vjen mirë të them që ekskluzivisht ky plan është realizuar tu fokusu në fondet që i ka komuna, bashkërisht me disa fonde që kanë arritë vetë organizatat ti sigurojnë nga donatorë të ndryshëm. Kështu që do të thonë ky bashkëpunim mes institucioneve edhe organizatave ka arritë që ky plan në mas të mirë të realizohet. Kuptohet që do të thotë që shumë programe që kanë qenë të parapane, nuk mund të them se janë prek, po disa kanë qenë më pak edhe disa kanë qenë më shumë të kërkuara, por kjo ka qenë vetë vullnet i organizatave rinore, sepse në fundit ky plan është i përpiluar për organizatave. Do thotë ne si komunë vetëm kemi bë një farë monitorimi mbi këshyret hartimit këtij plani dhe dërgimit në institucionin më të lartë që është Asambleja Komunale për aprovim. Pra, kërkesat e organizatave, të cilat ata vetë i kanë pas, janë futur në këtë plan dhe ky plan është realizuar ashtu siç ka ardhur prej organizatave. Dhe në fund do të thotë dihet shumë mirë se ky plan realizohet përmes subvencioneve. Edhe në momentin kur të hapen subvencionet, ne jemi të obliguar të gjithë komplet programet e planit veprimit të hapim, domethënë për aprovim për subvencione. Dhe atëherë ka qenë interesi i organizatave ku ato kanë menduar që mundin me kontribu më shumë në një pikë caktuar apo në një program caktuar. Por prapse them që jam i kënaqur me realizimin e këtij programi. Edhe realisht mund të themi që jemi në komunat e vetme që do të thotë realisht është e vetmi aktualisht, e cila ka ndarë dhe buxhet të veçantë për një plan të veprimit. Kjo është viti i 5, nëse s'gaboj, që komuna ndan mjete buxhetore për një plan të veprimit i cili kushtohet të rinjve. Kur jemi të ndomja e kodit apo nën kodit buxhetor ekskluzivisht për rini, thjesht po më intereson me ditë edhe një mendim i juaj në situatën aktuale të cilën po ballafaqohemi me pandeminë COVID-19, ndoshta rinia ekskluzivisht nuk është i vetmi që nuk është përfitues ndoshta e pakos fiskale emergjente në lidhje me rimëkëmbje në shtetin tonë. A mendon që duhet me qenë një kod ekskluzivisht që do duhet i dedikohej rinis në mënyrë që të rimëkëmben pas kësaj situate me pandemi? Po, mendoj që po, edhe mund të them që nga ana Ministrisë Kulturës dhe Nisë dhe Sporteve veç kanë filluar lëvizjet e para. Nuk e di, ndoshta në DNI ne kemi pas një takim, besoj që keni qenë me zaventës ministrin, ku shumë shpejt do të thotë të gjithë ata 3, të cilët kanë një talent apo kanë një
si të them, një profesion, edhe që pandemia do të thotë i ka pamundsu zhvillimin e atij profesioni, do të thotë ministria tani do të fillojë gradualisht të sponsorizojë në mënyrë financiare ti përkrah këta të rinj në profesionet e tyre. Realisht ka filluar tani me sport. Disa klube, disa sportista kanë filluar të marrin paga, domethënë një shumë caktuar mujore nga ministria si ndihmës ndaj problemeve që ka shkaktuar pandemia dhe menjëherë do të fillojnë sektori i rinisë, ku është një shumë e caktune, besoj që ideja ka qenë edhe ka marrë njoftimin sa ka qenë ajo shumë, kështu që gradualisht domethënë çdo i ri i cili ka një profesion, i cili mirret me një aktivitet, i cili në farë forme siguron jo vetëm të ardhura, po edhe krijimtarinë e tij si personalitet do të fillojë gradualisht të përkrahet në aspektin financiar nga ministria, sepse dihet shumë mirë që komunat në këtë rast nuk e kanë asnjë mundësi vetme të përkrahes buxhetore të gjitha sektorëve, jo vetëm të rinisë. Deja është përmend pandemia COVID-19, juve si ekip ju ka ra pikërisht me punu, apo me zbatu aktivitetet e juaja përgjatë pandemisë. Sa ka qenë e vështirë për juve me i realizu aktivitetet e juaja, edhe sa ka qenë ndoshta e lehtë me i konvertu apo me i adaptu aktivitetet që janë planifikuar nga ana juaj? Ndoshta ka qenë më vështirë aktivitetet mi zbatu në terren, si pasojë e masave të cilat janë vendosur, mirë po ka qenë në njëjtën kohë ma fleksibilitet për takime online, jemi marrë vesh me zgrupit ma letë, jemi rënë dakord që me maj takime online, ndoshta ka ndiku pakës në gjendjen sociale tonën, se s'kemi mujtë më qenë shushunshëm që shkemi qenë ma përpara, mirë po përbesoj që edhe qëra pandemia, aktivitetet tona jënë shku në rregull edhe jënë shku si që jënë konë planifikune në planin B. Leo, keni pas mundësi me u taku edhe me grupe tjera që janë pjesë edhe programit The Future We Want. Sa kanë qenë të rëndësishëm me i shkëmby njohurit apo me përfitu për përvojave të njëri tjetrit? Po, emra, domethënë na kemi pasur edhe trajnimet e tjera me grupe tjera nga qytetet e Kosovës, siç kanë qenë nga Skenderaj, Mitrovica, Jugut edhe Mitrovica Veriut, ku të gjithë kemi shkëmbyer domethënë kulturat tona dhe me një formë të gjithë kemi qenë të adaptuar me njëri tjetrin, ku më pas kemi pasur të gjithë një synim. Ai synimi joni ka qenë që të jemi të gjithë së bashku dhe të luftojmë kundër këtyre dukurive të keqia, siç janë domethënë paragjykimet, stereotipet, për shkak që kjo ka qenë edhe tema kryesore të cilën e kemi pasur në Future We Want. Deja e përmendën në fillim të prezentimit të hulumtimit që keni dalë edhe me disa rekomandime. Cilat janë ato konkretisht ato rekomandime dhe çka do duhej të bëjnë në mënyrë që këto rekomandime të cilat i keni identifikuar të kthehen në anë pozitive, nëse mund të them. Ne si grup pas hulumtimit e kemi diskutuar disa rekomandime të cilat mundem ne si shoqëri me jap tjerëve. Këtë e kemi diskutuar edhe në takimin online që i kemi pas, edhe të tjerët aktivistë tjerë janë rënë dakord me këto rekomandime të cilat ne kemi nxjerr. Disa prej tyre janë shkollat të organizohen në mënyrë të vazhdueshme, që të ketë aktivitete të ndryshme kulturore nëpërmes shkollave. Një rekomandim tjetër është me gjetë forma të ndryshme që me bo sa ma shumë aktivitete, qoftë seminare, qoftë trajnime, disa ditore, që me temë i pas diskriminimin dhe paragjykimin në komunën tonë të Gjakovës. Pastaj është nxitja pjesëmarrjes dhe gjithë përfshirjes nga të gjitha komunitetet, e jo vetëm nga komuniteti shqiptar, mirë po dhe nga komunitetet rom, ashkali, egjiptas, pastaj në grupet e tjera të marginalizuara të cilat janë përmendur në hulumtim e të tjera. Po ashtu kemi vënë si rekomandim edhe ndërgjegjësimi përmes medjave për temë pra diskriminimin dhe paragjykimin. Edhe përbesoj që çto janë ato po qëtashti drejt për drejt edhe dhe më thonë një rekomandim vetëm jemi duke zbatuar. Mirë po të tjerat përbesoj që tashti edhe pas pandemis përshpresoj që kanë më majtë edhe seminare dhe trajnime të cilët për temë kanë mi pas diskriminimin, stereotipet, paragjykimet dhe si mi bo ndalimin e këtyre ndërmjet shkollave.
Leo tashmë po thuaj se projekti është në përfundim e sipër. Cilat janë planet e juaja si grup dhe çka mendoni të bëni tash tutje pasi ky projekt të përfundoj? Po emrana si grup i Poqës dhe aktivist të Poqës si që jemi, mendoj që ne duhet vazhdojmë ende me këtë ritëm, cilin e kemi bërë edhe më herët, që të mos ndalemi dhe të luftojmë këtë dukuri cila vazhdon dita ditës, të jetë në mesin tonë, në shoqërinë tonë, dhe mendoj që rinia sotit, domethënë rini të jetë më e përfshirë, ku mendoj që rinia është ajo baza kryesore që me anë të rinisë ne mund të luftojmë këtë dukuri. Dea? Po ashtu si Leotrimi, besoj që vazhdimi i këtij projektit edhe në janar të vitit 2021 do të mundësonte që na mi vazhdu aktivitetet tona të cilët ndoshta ajo pa mundësu nga pandemia. Besoj që nëse kishim vazhdu përsëri këtë projekt, kishim zgjidhur edhe disa tema të cilët nuk kena mujt mi përfshi në këtë aktivitet. Orem janë përmend disa aktivitete mjaft të rëndësishëm që kontribuojnë në luftimin e dy temave që është diskriminimi dhe paragjykimi. Sa aktivitetet të tilla mund të hasin në mbështetjen e komunës së Gjakovës? Shiko, gjithmonë komuna e Gjakovës këtë rast, është mbretëria për kulturën dhe sport, do të thotë është e gatshme të përkrahë denat që vijnë nga triqen i denat që përputhen me një problematikë që është aktuale në shoqërinë tonë, sikur që është edhe diskriminimet dhe paragjykimet, po dashka mund të lidh këtu për sa i përket diskriminim paragjykim për çështjen e komuniteteve, domethënë që më të paragjykun. Çfarë smramti, unë jam aktualisht pjesë e këshillit prindëve të një shkolle fillore në qytet, konkretisht të Mindorakut, ku dihet që është një prej dy shkollave që ka më shumë të numrin e fëmijëve të përzierë, ta themi ashtu, të komuniteteve roma, shkali egjiptian dhe të komunitetit shqiptar. Dhe më besoni që 90% e rezultatit që ka dalë ka qenë bullizmi. Pra, është një farforme që gradualisht kanë fillu, nuk them që nuk ka kësi lloj diskriminimesh, sot ki diskriminim edhe në forma të ndryshme, në peshë, në gjatësit, ku ta diun. Po them që paragjykimet në baza të tilla, do thotë, mendoj që gradualisht kanë fillu të binë, edhe të rinjë sot janë vetëdijsu, do thotë po e dinë se çka po kërkojnë radh parë. Edhe kjo është një plus i madh për shoqërinë tonë, por që njëherë them, ne jemi të gatshëm që çdo kohë të përkrahemi idena të tilla që kanë të bëjnë për të mirën e shoqërisë, sidomos të rinjve në përgjithësi. Dhe me qenë se jemi krejt në fund, cili është mesazhi juaj Orem për gjithë ata që po na ndjekin në këtë çaste? Mesazhi, tash duhet të ndërritem me fjalën e Des. Jeni tolerant ndaj vetvetes dhe me njëherë jeni tolerant ndaj të tjerëve. Faleminderit shumë dhe Leo, cili do të jetë mesazhi juaj për gjithë shikuesit të cilët janë duke na ndjekur? Mesazhi im, domethënë për fund është që ne si njerëz, domethënë edhe një sir shoqëri që mos paragjykojmë njerëzit e tjerë se si janë derisa nuk e najt me ta ose nuk e bërë diçka, po t'i luftojmë këto dukuri, domethënë paragjykimet, stereotipet e kështu me radhë. Dea, cili do të jetë mesazhi juaj? Mesazhi jam do të jetë që çdo njeri më kon aktivist, qoftë për vete, qoftë për tjerë, nëse mi prit çdorkush me fol vante, po më çu edhe me fol vetë. Faleminderit shumë, unë sinqerisht po dua ju falenderoj për pjesëmarrjen edhe për aktivizmin juaj pozitiv që keni kontribuar në Gjakov dhe do të kisha kërkuar nga ju që të mos ndaleni, mos të jetë ky një përfundim i një projekti, por gjithsesi të jetë një fillim parë për aktivitetet e juve dhe shumë barësi dhe suksese për juve. Faleminderit për pjesëmarrje. Kamle dikamne alam Gjanagor pandarje kemi sjako gjithdi pe tumencar, sarkaj diklen avdive tretërinja mi tema vasho aktivizmi e tërnengo. Vash o luftipek e diskrimini pesko taj anglo krisi pesko ani Gjakovaci komuna. Diklam nisave i laçje aktivitetja kaj kergjo i grupa ani Gjakovaci komuna, sarkaj sito o resipe kaj te bajrave no gogjipe ko haricu ne komunitetja numaj vig ko javeru ne komunitetja ani Gjakovaci komuna, vash o majlaço integripe ani o amalipe. Diklam kaj ani ramje projektesko jek kotaro maj baro resipe sa vi jek hulumtimi kaj kergja kaj grupa vash o te diken se sa vi situacija sito e çavrengo taj eternengo
ani Gjakovaci Komuna vash o diskriminipe ano shkolle, ano amalipe ta javër, ta diklam nesave rekomandipja ka ikis lekatara kavaro dlaripe, taj pakjava ka jakala rekomandipja ka ikis lekatara ka grupa jek divetina ken ano pozitivu no aspekti. Kam le dikavne avdive amen vi manifestina o deshofto novembari o dive toleranciako taj mangav kaj samen saramalipe saj ka lipardi leviol mesaje ko taramare musafiri ano studio ta va dizune tolerantia taj te maramen vash o fenomeni e diskrimini pasko ano amaro amalipe taj saver je kutne ta va te promovina o diversiteti ano amari Gjakovaci Komuna. Akaleamen alam via no agore emisiako GFDP Tumenca le paratu mege kaya kava debata televiziaki debata situane ramje projektesko The Future We Want Duj projekti ko va implementisajlo kotari forum ZFD kotari Prishtina numene Gjakovaci Komuna reslote implementingjol kotari organizacija Roma in Action numai jek barona istripe inje televiziako Syri Vision kaj dinge amen hapsirea vaša kaja emisija prekal od ekranja e televiziako Syri Vision. Gjipe dikipe. Mos diskriminoni njerëz nga pamjet e jashtë. Unë jam njëjtë si Unë besoj tek njerëzit dhe se të gjithë njerëzit duhen të respektohen të tillë, pavarësisht ngjyrës. Shëndetje për të gjithë. Askush nuk mund të diskriminohet në bazë të gjinisë, rasës, ngjyrës, gjendjes ekonomike apo një statuti tjetër personal. Diskriminimi nuk ka anë të mirë, prandaj mos diskrimino, sepse të gjithë jemi të ndryshëm, por duhet të trajtohemi të gjithë të barabartë. Kurtha që mbron në ndryshime, jo në ngjashme. Edhe unë kam kulturë, rrugë dhe historinë time.